Do të mundona me përmbledh këtë ligjerat të kësa jave me një këshill të një dietari të madh, i cili ka jetue në shekullin e 3 Hijri. Është fjala për një dietar me emrin Hatim al-Asam. Në fakt, ky emrin e vërtet e ka pas Hatim bin Ulwan. Disa transmetime Hatim bin Unwan. Mirë po është quajt al-Asam do me thonë i shurdhët që s'ka dëgjue, për shkak se i ka ndodhur një ngjarje në kohën e tina, edhe ky ka inskenue, është paraqit sikur s'pe dëgjon, sepse kishte ardhur një palë, edhe kishte bën një pyetje para Hatimit, Allahu e mëshiroft, edhe duke bo pyetjen, kish pas problem me barkun, kish liru gazrat. Edhe pastaj ajo pala që kishte qenë grua ishte ngushtuar shumë. Ky dietari, njeri i mençur, e ngriti zanin, tha fal, tha se s'po dëgjoj mirë. Ajo u gëzua ajo gruaja, tha shqyr ky ka i shordh ky dietari, s'po nika mirë. Edhe çka e kaloi situatën. E pastaj e kanë quajt Hatim al-Asam, do me thonë Hatimi i shurdhër. Në fakt nuk ka qenë i shurdhër, por është bërë sikur me qenë i shurdhër. Edhe ka qenë një dietar i madh, një njeri që ka kaluar shumë sprova në jetën e tij. Ka pas edhe kriza të mëdha. Ka pas edhe kriza në jetë, sepse njerëzit e dijshëm, njerëzit e devotshëm ata sprovohen më shumë. Sepse Allahu kanë don e sprovon. Edhe Hatim al-Asam është pyet prej pasuesve të tij, është pyet prej nxënësave të tij, prej xhamatit të tij, e kanë pyet si ke arrit me pas kështu bindje në Zotin, kaq i lidhur me Zotin. Si ke arrit me qenë kaq i devotshëm në rrugën e Zotit. Dhe ai tha, në jetën time tha i kum kuptu 4 gjëra. Edhe ato i kum pas parasysh çdo herë. Edhe ato më kanë mundësue me qenë i lidhur mirë me Zotin, edhe me i krye detyrimet, obligimet që i kam para Zotit. E me kalu mirë pastaj edhe me njerëzit. Ato më kanë mundësue me qenë i bindun se Zotin nuk cakton diçka tjetër, vetëm se çka është mirë për robin e tij. Ato më kanë mundësue, këto 4 gjëra më kanë mundësue me qenë i devotshëm në raport me Zotin. Pastaj i përmendi 4 prej tyne. E para prej tyne tha, gjatë jetës sime arrita me kuptue se rrezikun ma ka caktua Allahu, dhe rrezikun tem nuk mundet me ma marr askush në jetën e kësaj bote. E mas e kuptua këta, që rreziku, furnizimi është prej Zotit, dhe ato nuk mundet me ma hiq prej dore rrezikun tem, apo me ma hongër rrezikun tem, apo me ma marr rrezikun tem, askush prej krijesave, atëherë po thot kam qenë i lumtur, kam qenë i kënaqur me ato që më ka dhënë Zoti, edhe pse ky shpesh herë ka qenë edhe në krizë ekonomike, shpesh herë është përballë edhe me varfëni. Sa që tregohet për Hatimin se i ka pas 4 gra, e ka pas 9 fëmijë, edhe thot kur nuk e mërzit thot për ushqimin apo për veshmbathjen e tyne, se e kum ditë se Allahu pa i bashku ata me mua, Allah e ka caktuar edhe rrezikun e tyne që e ka caktuar rrezikun tim. Edhe jem kanë i bindun thot se këtë çështje të rëndësishme në jetën e njeriu, rrezikun, furnizimin e menaxhon vetëm Allahu. Edhe apo e shihni vllazën, qysh Allahu sa mirë ka lënë rrezikun, edhe ja çon njeriu sipas nevojës. Kish me hon dikush, jo neve po na dohet më shumë, jo. As nuk na dohet më shumë, as më pak. Çështu që kemi gjendje neve na dohet. Pse? Se një njeri që në rrugë Zotit, me bo me i dhonë Zotit ma shumë, se sa që dinaj me menaxhua, a i del për rrugë e Zotit, shkon në rrugën e shejtanit. Një njeri që në rrugën e Zotit, me ja mungu Zotit rrezikun, me ja marë e me lënë pa ta, a i qka e lëshon rrugën e Zotit, shkon në rrugën e shejtanit. Andaj qka, Zotit jep se cilit aq sa e meriton, edhe aq sa a i ka nevoj. Se krejt me na bo milionera, apo miliardera, krejt dhe me na bo Zotit miliardera, tek Zoti absolutisht asë një sen nuk mungon. Prap që ky Zot i gjithë pushtetshëm është. Mirë po të na pastaj është problemi, se na s'po mundem me menaxhue 100 euro në xhep,
apo 1.000 euro, apo 10.000, apo 100.000, e po i menaxhon ti miliardat. S'mundesh me i menaxhue. Por ata që ti s'mundesh me i menaxhue, Zoti nuk t'i jep ato. Ndërsa ai që mundet me i menaxhue dhe ja u gjen vendin halal, Zoti ja jep. Po flas për besimtarët musliman, për njerëzit e devotshëm. Dhe po thet Hatimi, kam qenë i bindur se fjala e Allahut, wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha, që do të thot nuk ka gjallës në tokë që Allahu s'ja ka siguruar rizkun. Thot është ngulit në zemrën teme. Kjo fjalë e Zotit, se çdo gjallëse që ekziston, Allahu ja ka siguruar furnizimin e rizkun, thot e kum pas në zemër. Dhe kur të kum pas në zemër, thot pastaj nuk jem shqetësuar më në jetë. Absolutisht. Andaj edhe ju rrini qetë. Mos u shqetësoni, mos u brengosni, mos u mërzitni. Veç kërkoni rizkun se e ka caktuar Zoti para se t'i krijon njerëzit, para se t'i krijon gjinët, para se t'i krijon këtë infrastrukturë që e kemi. Zoti pa ardhur në këtë botë 50.000 vite më herët para se t'vim këtë botë, Allahu i madhruar i ka caktuar rizqet tona, furnizimet tona. Vetëm se tash t'ja po don me marrë në halal në haram është problemi yt. Qysh po don ti me furnizu veten është problemi yt. Pastaj po thot Hatimi, pika 2 që e kom pas në ngulitën në zemër edhe më ka ndihmuar shumë në jetë, thot është se e kom ditë që punën për të cilën mua Allahu më ka krijuar, punën për të cilën Allahu mua më ka krijuar, në jetën e kësaj bote nuk ka njeri që më zaventson mundta. Kishma unë dikush pëse mërë, po këtë kanë zavencim, po, sikur ti, 2 persona të njëjtë, e keni pa ata klonat që janë të njëjtë në pamje, amon punë nuk janë të njëjtë. Ata dhe binjak mujnë me kanë, mirë, po nuk janë 100% njëjtë. Binjak, i bën një nanë, edhe një babë, po nuk janë 100% njëjtë. Që do të thotë, se ti i vetmi si person, si individ, në rruzëllin toksor që Allahut ka krijuar. Dhe venin tënë të punës mënë dikush me ta marë, po ty si person, si individ, nuk ka mundësi dikush me të zavendësua. Edhe thot, kur e kum kuptu këto, që punën tem, që Zoti më ka qua, s'mon e përsos, s'mon e përkryen, kërkush sikurone, edhe nuk janë 2 persona sikurone, thot, atëherë thot, unë jam përkushtun që atë punën tem, edhe e kum bo mas miri. E treta thot, kom qeni bindun, se njetë, çdo njeri kush do të qoftë prej pushtetarëve të drejtë apo zullumçar, drejtë e masa me thjesht, çdo njanit i vjen vdekja e shumicën e rasteve vjen vdekja befas. E kur e kum kuptu këto, se vdekja vjen befas, atëherë thot jam përkatit, edhe kom shkuën e vetë ka vdekje, kom shkuën do më thonë vdekjes për para. Që do të thotë kjo, me vepra, me punë, thot i kom nejt vdekjes për balë, e kom prit vdekjen, kur do që të vjen, mirë se vjen. E jo si kur shumë raste, familjar kur vdes, sidomos kur po vdesin 3, e nëzoni vdekja befas. Pse e ka nëzon pa namaz, e ka nëzon pa gjërim, e ka nëzon pas një punë të hajrit, nashta e ka nëzon harame. E nuk është e drejtë muslimani me thonë që shumë nëzoni vdekja, po që zoni vdekja. Se edhe ne qka po mundohemi me konë rrugë të Zotit, kur të na vje vdekja, kur të vdesëm, edhe na kena me thonë Zotit, të më kështë këthy dhe njëherë, pse? Kom bo bol mirë, po hala me bo mirë. Hala me bo mirë, s'ki me lakmu me u këthy të pasunia, as të gruja, as të fmija, as të pushteti, as të autoriteti. Ki mu këthyje, ki me pas dëshirë, ki me lakmu me u këthy të kush, të ibadeti, të adhurimi. Dhe e 4-ta, thot Hatimi, Allahu e mëshiroft, kam pas bindjen, thot, se njetën time, gjithë shka shka bëj, aja nuk mundet me ik shikimit Zotit. Gjithë shka shka bëj, aja nuk mundet me ik dëgjimit Zotit. Edhe gjithë shka shka bëj, aja nuk mundet me ju mshef dijes e Zotit. Thot edhe pastaj, thot, e kom rregullue raportin tim me Zotin. Pse e kom ditë, çka do që të flas, Zoti më dëgjon. Çka do që të punoj, Zoti më shikon, edhe çka do që kam zemër apo në mendje, Zoti me dijen e tij absolute e din, edhe s'më jam shef asnjë sen, andaj jo mundue me bë atë që është më e mirë.